Selamun alaikum, kjo është dita e parë dhe kjo është gjendja pas namazit sabahut. Tani kemi pushim 2 orë dhe pas 2 orëve fillojmë ligjërata. Selam. Pushimi 2 orësh i cili ja vleti për shkak se udhëtimi ka qenë i gjatë, diku rreth 10-11 orëve, edhe jemi konë gjithë lodhur. Tani është koha e mëngjesit dhe pastaj fillojmë ligjëratat. Tani pasi që është hangër mëngjesi, jemi duke u përgatitur për ligjëratat fetare. Këtu janë gati edhe mediatimi jetoni edhe tonxa. Shka tani është gati për të filluar me ligjëratën. Ligjërata sa po filloi Hoxh Senad Ramadanit. Tani do e dëgjojmë atë dhe inshallah në vijim do e njoftojmë për çdo gjë tjetër. Dhe ta bën këtë dëshmi për neve në këtë dunja dhe ditën kur të takojmë Allahun subhanahu wa taala. Qëllimi i këtij organizimi ka qenë përfitimi nga ana fetare padyshim, shtimi i diturisë fetare padyshim, por edhe prej qëllimeve kryesore të tij ka qenë takimi i muslimanëve mes veti. Dhe po ashtu në përzgjedhjen e temave. Tema që i kanë përzgjedhur këta hoxhallar, për të cilat do të flasim ne dhe hoxhallarët tjerë, punon dhe e dobëson derisa nëse mbet pra populariteti dhe dashuria e famës në zemrën e besimtarit. Dhe tani që pasi mbaroi ligjërata e Hoxhës Hadith Miftarit, rreziku i famës, është koha që të filloj ligjërata tjetër nga Hoxh Ebu Bekr Uli. Para veprës, para thënies dhe veprës. Do me thonë, do të njeri me ditë. Për këtë, Allahu Gjelle Gjelaluhu djetarët. Shkaku i sinceritetit Allah e pështoj. Kë thot, innehu min ibadina al-mukhlasin. A e ka qenë për robët tonë sinqert. Sinceriteti po të pështon. Pasi përfundoi ligjërata e Hoxhës Ebu Bekr Uli me temën dituria dobishme, do të kemi rastin ta ndjekim ligjëratën e Hoxhës Ali Ashani. Të folurit për Allahun, të folurit për dinin e Allahut, dhe të folurit për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi përfunduan ligjëratët, tani në mënyrë të organizuar do të shkojmë ta falim drekën. Tani posa falëm namazin e drekës, edhe tani do të fillojmë me aktivitete, të cilat i kena përgatitur. Qëndroni me ne. Ne pasi e falem namazin e drekës, para se me dalë në aktivitete, është koha për me hongër pesh. Tani jemi duke u nisë për në aktivitete prej hotelit e shihemi së shpejti. Kemi mbrinë në plazh edhe kena me bukrit aktivitetet edhe kena me ula dhe çdo gjë. Rëni me ne. Lo, pse po thonë që e kishit lojën? Se s'ka vënë bare. Po t'japin pare. A për pare të eshet lojën? Jo, kena shit pa pare. Kush janë të rritë? Si duket prezreni me Shkupin. Kush është të vitu? Nja. Nja. Jo, ty një për Shkupin. Ka shit lojën? Shilloj referent. Qa të vim kjere për? Shefqet? Selamu alaikum. Aleikum selam atullah. Si kalon? Alhamdulillah mirë. Cila ka qenë këshilla jote që e ki pas në dërjastë? Mos u hidhra. Mos u hidra sa kemi të me thënë në praktikë ta? Unë do të bëjmë gjithmonë. Allah ta mundësof. Amen, Allah i dashur. Amen. Selam wa rahmatullah. Agran? Agran Khadri, alaikum selam wa rahmatullah. كيف حالك؟ الحمد لله. بخير وكيف انت؟ Si po kalon seminarin në cilin ke marrë pjesë? Alhamdulillah, shumë mirë, u kënaqem. Pritet e tua tu kanë thy, a janë më mirë se që ki prit apo ma keq apo si? Jo, kështu se kam prit valla. Edhe kjo është shumë për pëlqej ka plazh. Mashallah, alhamdulillah. Allah i shpërbleft të zgjidhë. Cila këshilla jote që ki pas ndërjastë se çata është më interesant. Këshilla ime është buzëqesh. Vëzqesh, pas ke stin praktik. Do që ki gjeks. Selamu alaikum. A njëni kush është kë? Azbia. Selam aleikum. Përshëndetje të përzemërta, ju përshëndes gjithëve që e shikoni këtë video momentalisht. Cila ka qenë këshilla jote ndërjastë që i pas? Këshilla jote ndërjastë ka qenë, mos fleni shumë se jastikin nuk van me pas shok. Aleikum selam wa rahmatullah.
Ej! Si Bukalani! Bekim, cila ka qenë këshillojët të ndërjastë që ki pasë? Cila ka qenë këshillojët që ki pasë ndërjastë? A këmi gjështu të tira jash? Granet, selamu alaikum. Selam. Ti jo bësë ndrej. Si të kalun seminar? Alhamdulillah, mirë valla. A për të përqen? Aktivitetet ma shumë për të përqen a ligjeratë? Tu dihet me bash valla. Alhamdulillah. Ligjeratat më të mirë se më shumë për Ambientimi me vëllezrit, janë ambientuar ata ki pasë? Shumë mirë. Në të një kontë, Me talhën, me visa, jo me 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 të shokë trupën. të të gëgën. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ju shpërblet dhe juve. Amin, ja Rabbi, amin. Ka ekip, ej, ka ekip! Presi brata, marri topin detergendi, vimi atje. E pret faksi. Dorta udhë me kokë drejtë, kalandonti. Kalandonti shutoj në auto, vazhë gëzashë. Ja pra, varikini. Edhe varikini kishet në loje. Biliona, vazhduja të biliona të broda ke, faksi. Merremi taksi edhe shko ka shtëpia. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله